Për të 8 vite radhazi në Kolonjë mbahet kolonia e piktorëve. Mbi 45 piktorë nga trojet shqipfolse për 3 ditë do të pikturojnë atraksione turistike dhe pamjen më të veçanta që kjo krahin fal. Sipas tyre, vjeshta e Kolonjës këtë herë është magjike dhe rri mirë në Telajo. Kolonja mua më pëlqen shumë. Më pëlqen relievi, më pëlqen gramozi pafund që më duket si një skulpturë natyrë. Këtë vit po pikturoj malin e gramozit edhe këto fushat, pak edhe në sfond edhe rësekën. Fatmir Toçi, kuratori i kësaj kolonie, tregon se tani është bërë traditë që 10 piktorë të qëndrojnë gjatë vjeshtës në Kolonjë, ndërsa të tilla aktivitete shërbejnë për promovimin e zonës. Është edicioni 7 që bëhen, ose gaboj me bashkinë dhe një që është bërë edhe me operatorë të tjerë të interesuar për bukuritë e pazakonta të kësaj treve. Pra mund të jetë edicioni 8 që bëhet pikërisht në krahinën e Kolonjës, duke nisur me qendër rësekën, por duke përfshirë pjesën më të madhe të gjithë vendbanimeve që janë njëri më i bukur si tjetrin, duke përfshirë këtu bashkarisht edhe natyrën që është një dekor i pazëvendësueshëm, sidomos për piktorët e plenerit. Disa prej pikturave të realizuara do i dhurohen fondit të Galerisë së Arteve në Kolonjë.